والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Imam Muslimi në hyrje të librit të tij Sahih se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka thënë: "Ma anta bimuhaddithin qauman hadithan la tablughu uqulahum illa kana li ba'dihim fitnah." Të flasësh ose sa herë që i flet dikujt për njerëzve për një temë e cila është larg kapacitetit të logjikës së tyre, vetë se për disa prej tyre do të jetë fitne. Do të jetë fitne, domethënë do të jetë devijim. Ngjashëm me këtë, nëse ju kujtohet, e kena thonë një fjalë të një sahabiu tjetër, që ka qenë ngjashme me fjalën e Abdullah ibn Mas'udit, dhe atëherë kena përmendur edhe fjalën e Abdullah ibn Mas'udit vetëm si qartësim. Nëse kujtohet dikujt në cili sahabi ka qenë. Ali radhiyallahu anhu. Ai ka thonë: "Hadithu an-nasa bima ya'qilun, turiduna an yukadhdhaba Allahu wa rasuluhu." Folni njerëzve aq sa kanë mundësi me marrë vesh, aq sa kuptojnë. Përndryshe do të përgënjeshtrohet Allahu dhe i dërguari i tij. Kjo është këshilla e parë për këshillave të Aliut radhiyallahu anhu. Këta ka përmendur Imam Buhariu në Sahihun e tij, jo me sanad, pa sanad, kurse fjalën e Ibn Mas'udit, që është tash ka përmendur Imam Muslimi në Sahihun e tij në hyrje, jo faktikisht të hadithet, por në hyrje të Sahihut të tij. Kjo temë do shollaznisht është transmetuar për këtyre dy sahabive, e që në herën e parë kena fol Beagi Xhan lidhe me këtë çështje, por arsye se është temë ndihshme, edhe ka ndikim shumë në jetën e njerëzve. Tash inshallah do ta vazhdoj atë ku e kemi lënë atje. Domthonë atje ka qenë një çështje ndryshe, ose më thonë një çështje pak më bazike. Tash do t'i marrim inshallah do shembuj më shumë lidhje me këtë fjalë. Abdullah ibn Mas'udi thotë: "Ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughu uqulahum." Ti kur ju fol njerëzve, kur ju tregon njerëzve diçka për çështjeve, për dijes, për meselave të fesë, që atyre nuk ja u rrok mendja, nuk ja u kap, nuk e kanë çat kapacitetin intelektual që me arrit edhe me kuptu mirë se atë se çfarë po thotë. Vetë se për disa prej tyre ka më qenë devijim informacioni që t'i ja jep. Ti na shtimon që informacioni që t'i ja jep është udhëzim, është drejtim, është ndriçim, kurse në realitet është e kundërta. Ai ka mundësi më bëu sebeb kjo mesele, ai me deviju prej çështjes së fesë. Pra pika e parë që shumë e rëndësishme ta kemi domosdoshmë parasysh çdo herë që jo çdo e vërtet thuhet çdo herë. Dhe jo çdo e vërtet i thuhet çdo kujt. Dhe jo çdo e vërtet thuhet çdo vend. Dhe kjo është aq e qartë në fe, kjo mesele, aq e qartë është fe, aq e kuptueshme është fe, saqë kanare tutët njëri që është edhe banalitet me tregu. Po megjithatë ka nevojë me përsërit. Pse? Se kur i thu çështu ti, del dikush prej praktikuesve të fesë. Jo për ato që janë larg, thot hoj hakin s'ba me fshi. Në realitet kjo është tepër e logjikshme, unë çka po them ti tash. Tepër e logjikshme. Po i thot hoj hakin s'ba me fshi. Dhe në dersën e Aliut e kena përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam masi që i ka përgëzuar shokët e vet që kush thot shahadetin hin xhenet, Hudhaifa ka thonë na shkoj ti përgëzoj njerëzit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jo, se pastaj ata mbështeten shahadet edhe e lojnë punën. Po këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka fsheni hak, sipas çiti koncepti, jo stakfirullah që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e fshi hakin. Po sipas kësaj çështje atëherë ka fshi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E shumë hadithe tjera, për shembull transmetimi i Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu,
që thot i kam marrën, i kam mësu dy kofet mëdhaja ose dy keset mëdhaja me dije i kam marrë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njënën kese e kum qelë dhe e kum shpërndar mesin e njerëzve. E njënën nuk e kum qelë hiç. Pastaj shokët dietarët kanë diskutuar cila ka qenë kjo që nuk e ka qelë, se këtë fjalë ka thonë Ebu Hurajra para se më vdek. Dietarët kanë thonë kjo ka qenë pjesa e dijes që e ka mësuar Ebu Hurajra për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ka të bëjë me fitnet, me sprovat mesin e muslimanëve. Edhe Ebu Hurajra u tut që nëse ja kallxon, hala më shumë shtohet fitnja. Hala më shumë shtohen zënkat mesin e tyre, kështu që e ka lënë krejt, e ka mshel. Mi po ka thonë disa isharete e Ebu Hurajra që më kuptu. Për shembull ka thonë kërkoj mbrojtje prej Allahut që të jetoj në kohën e fitneve atëherë kur prijes do të jenë fëmija. Ka thonë kërkoj mbrojtje prej Allahut të jetoj deri në vitin 60. Kërkoj mbrojtje prej Allahut të jetoj deri në vitin 60, atëherë kur prijes do të jenë fëmija. Edhe Allah e ka pranu duan, një vjet para se më bo 60, ka vdek, vitin 60 Jezid ibn Muaviju e ka marrë pushtetin, ka qenë veç 14 vjet. Edhe ka pas raste ndryshme që Ebu Hurajra ka dhonë sinjale që të hadithe që si ka kallëzu që kanë qenë hadithe të sprovave të vetë. Pse si ka kallëzu? Për arsye se njerëzit nuk mujnë me i kuptu ç'është dohet. Edhe ndodh deri te një sprovë në mendjet e tyre, në jetën e tyre. Është e bukur se Ibn Kathir rahimahullah kur e komenton fjalën e Allahut, dhe kjo për herë të parë më ra me lexu, domthonë në tefsirin e tij, ku thot Allahu fadhakkir in nafa'ati dhikra. Përkujto atëherë kur përkujtimi bën dobi. Ibn Kathir e sjell çet fjalë të Abdullah ibn Mesudit. Thot domethënë nuk është mirë me e përçu dijen në atë vend ku nuk vlerësohet sa dohet. Nuk është mirë me kallëzu aty ku s'ka ndonjë vlera e shkaj të kallëzu ti, ose është e kundërta e asaj çka ti e kallëzon. Ka sa Allahu po thot përkujto nëse përkujtimi ban dobi. E nëse s'ban dobi, mos përkujto. Ky është kuptimi i kundërt i ajetit. Mos përkujto. E dashur vllazni, kjo fjalë e Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu, pra na jep një sinjal të qartë që do të me pas kujdes njerëzve që ju flasim, vendit ku jemi, temat që i trajtojmë. Për arsye se gjitha këto e luajnë rolin e hakit. Jo vetëm fjala e thënë, jo vetëm atë që kemi thonë, jo gjitha këto që ka të rrethojnë ty, gjitha këto janë pjesë e hakit që ti je i obliguar si musliman më mundu me përçu të njerëzit. Andaj unë do të mundona inshallah në disa pika, ndala më shumë te pjesa e fundit që ka thonë Abdullah ibn Mesudi, illa kana li ba'dihim fitna, përveç se për disa për atyre njerëzve që t'ia u tregon këto mesele, do të jetë fitne, që që tregova. Fitne këtu në këtë rast është për qëllim devijimi. Se fitnja ka në gjuhën arabe ka shumë kuptime, domthonë një pikë kuptime është sprov ose domthonë provim, pastaj devijim, pastaj në disa raste përdoret për shirkun e kështu me radhë. Këtu është për qëllim devijim, domthonë lajthitje nga rruga e drejtë. Ç'është devijim? Në rend të parë, devijim për arsye se nëse ja tregon dikujt që s'ka mundësi me arrit me logjikën e tij, ka mundësi më bë sebeb me mohue atë që është prej fesë. Ose më bë sebeb mesela që t'ia tregon me mohuaj diçka për shkak kësaj diçka që është çështje e rëndësishme e fesë. Dhe kjo dosh vllazni, kjo po them, kjo i përfshin krejt. Fjala Abdullah ibn Mesudit më shumë ti i përfshin hoxhallar, por kjo i përfshin edhe njerëzit, edhe muslimanët, edhe praktikantë që dojnë me kallëzu dikujt për çështje të fesë. Andaj pika e parë, çish ka mundësi më kon devijim për njerëz, ka mundësi se ndoshta për shkak fjalës tënde, personin fjalë që e dëgjon prej teje e mohon një çështje të fesë. Se s'kon gati për ata. S'kon gati me ni. Sprova jona është tash se çto mohabete shka pi bajon e tash, ka mundësi me ni dikush që s'ka lidhje me fe. Që kjo sprova e kohës. Për arsye se shpërndahet ligjërata dhe e nin
njerëzit. Në realitet temat që thuhen xhamatin e ngushtë nuk thuhen për xhamatin e gjon. Po edhe temat që thuhen për një pjesë për xhamatit që është hala më i ngushtë, nuk thuhet për një pjesë xhamatit që është pak më periferik. Po na jemi tash që të kohë që do ke krahasu domin, dobin, mendojmë që ka dobi më shumë që përndon ligjëratat, po megjithatë duhet me pas shumë kujdes. E tash ndodh për shembull mesin ton, besoj që sesi për juve ju ka ndodhur, me trajtu tema me njerëz që janë trenit të fundit ato me ditë, kurse në realitet as që është falbele, as që ka lidhje me fe. Për shembull të vetë dikush çish është puna e mjekrës hoç, kur ta këshysh ti ai sfaret namazit. Ose të vetë dikush për një mesele domthon në tregti ose në biznes, domthon tema tepër për to që janë periferike. Tepër të larta janë. Kurse ai ose pas vetë heshti i thu për shembull. Që mu tash më kujtoi një rast. Kemi qenë me një haxhi, edhe një person erdhi, mesin ishte një grup i disa vëllezërve. Edhe një person erdhi me neve dhe na pastaj fillum pak me nejt me ta, me diskutu për fe, me fol e kështu me radhë. Ai kishte qenë larg fesë shumë domthon, edhe kishte pas një zinxhir me veti. Tash bane me anti për shembull, besoj që kjo tema është e qartë edhe për ju. Bane me tash na më nis njerit që halo s'ka rënë sesh dhe më nis mi fol për zinxhirin që e kanë qaf. E kur erë ky haxhia, hoshta ban një pyetje. Tha, tha me boj, tha muslimani, tha zinxhirin, tha. Se si e pa ata me zinxhir. E unë e te kalova, nuk ju përgjigja heq, haxhi thash prit thash se kjo temë nuk është tash folmi më vonë. A di çka ka interesant vllazni? Domthon leçja shumë larg. Domthon praktikimit të fesë, po çat zinxhirja kish dhënë vllavi vet që ju kish mbyt. Domthon ai shkon hala më shumë i lidh për atë temë. E i kishtë thonën ati shokit që e prunë, ati djarit i kishtë thonën, shka foli veç aj haxhia për zinxhirin se mdoket për mua e pat. A i shprejk vesh që e ka bu pyetjen. E thash para me nëone mi pason në qëre. Ti që dla që zinxhir duhesh me hek. Kjo nuk është për muslimani, kjo nuk është pjesë tema muslimanit, ka mundësi aj, s'ki shprit, heq me diskutu me mu, vesh që shqume njëherë. Tani ketet atë tema tjera për ta mos ka rëndësi, ketë janë të parënësishme. Thuhet për Khalili Ahmed është i njohur, është gjuhtar i njohur. Thuhet që e ka pyet dikush një pyetje edhe është ndal një kohë gjatë derisa të përgjigjen. Po është vanu pak. Edhe ai pyet si ka thonë, a që ka të shumë, u desh me përgatit përgjigjen për mu, për çit pyetja? Thotë jo, thotë përgjigjen e kum dit pekurëm ke vet. Thotë po jam të e përgatit ty çish me ta kallëzu. Thotë se kum ditën e pi fillimit, po ty çish me ta kallëzu që mos me të bëj dëm. Me të kallëzu me një formë që ti e kupton tamam ç'është duhet. Po këtë arsye dashur vllazni, Ibn Abasi, mufesiri i njohur i Kuranit, kur kanë ardhur njerëzit me vetë për pyetje tefsir, në ky ka përgjigj këtëve. I ka këshyr, ose ju ka përgjigj formë përgjithshme. Nëse s'ukun nxon si dihet, nëse s'ukun që ka marrë vesh. Madje njoni transmetohet që përmend Kurtubio dhe disa tjerë, njoni që ka qenë poshtë xhamati i largët, ka insistuar një mesele me ditën pe tefsirit, i ka thonë Ibn Abasi, që kjo mesele, për që ky kuptim i këtij ajetit, për mua është iman, ty me ta kallëzuar është kufër. Se mendja jote çikash, s'mund me mriç atë. E dashur vllazni, ka njëherë tema shumë të thjeshta, shumë primare, shumë domethënë, po them shumë trendit dëvonshëm, me tregu njerëzit që s'kan lidhje me Islamin, kjo i bën që ti ja ke mundsu atina me devijuaj hala më shumë. Ja ke mundsu, e ke qenë ludhën ti vet. Po këtë arsye edhe disa prej neve që janë sprovuar me dalë nëpër emisione televizive. Edhe domthon ai ndoshta nuk normalisht hoxha nuk ka dësht me hinë në tema që janë tepër thjeshta, po e kanë shti gazetarët. Edhe e kanë keq përdorur pozitën e tij dhe e kanë shti me trajtu tema që trajtohen veç në shpinë ashtu, ose veç mesin e xhamatit. Realitet kjo ka humb luftën. Pse se pastaj është bo hajgare kjo mesele. A e po është ka tha për këtë domon për temën, për shembull për nukjen e vetllave ose kështu diçka që ajo sa temë heq atë parë që mund të diskutojmë. Amo e kanë keq përdorur situatën. Andaj është shumë e rëndësi vendin ku jena me ditë
që çdo tema që i folmi, a ka mundësi më kon sebeb që çajo temë njerëzit me urrejt fen ose me urrejt diçka për fesë. E dyta dashur vllazni, devijimi që është përmend këtu këtë fjalë të Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, ka mundësi me pas kuptimin edhe shtrembërimi i kuptimit. Çy shtrembërimi i kuptimit? Për shembull, ti shkon te njerëzit, për marrë si shembull, shkon te njerëzit edhe ata nuk janë namazli. Edhe ti thua, di çfarë kuptimi ka fjala as-sala në Kur'an? Çfarë kuptimi sala i thon namazi? Çfarë kuptimi ka e dini? Thot jo, nuk e di. Thot fjala sala në Kur'an ka për qëllim dua, lutje. Kjo është kuptimi i saj gjuhësor. Në gjuhësisht është mirë, edhe ti e lën kështu. Po kry mohabeti, namazi pas ka kuptim gjuhën arabe lutje. Edhe ata e kuptojnë për te që atëherë namazi, masi pas që të kuptim, atëherë mu lut, po mjaftoj ka. S'ka nevojë më fal hiç. Ose që përmena më herët, shkon qytune që s'kan lidhje shumë me fe dhe ju thu qëre, kush e thot shahadetin për juve, u kry, ka shpëtu. Po këtë arsye, një poet ka qenë domethënë dhe poet që ka shkruar poezi pak edhe trona ndaj njerëzve. Edhe Hasan al-Basri rahimahullah kur e ka pa në një varrim për varrimeve i ka thonë atina për çdo ditë përgatito ose çka ke përgatit për këtë ditë. Ka desh me përkujtu me gjendën që e ka ai. Ai ka thonë e kam përgatitën shahadetin. Por që ditë e kom përgatit shahadetin. Dhe me ku kime shkuti ma shahadetit. Hasan al-Basriu e ka di gjendën e tij, ka thonë mas e ke përgatit shahadetin, atëherë mos i shoj njerëz me poezi. Mos i shoj njerëz me poezi. Ruje edhe gjuhën. E tash ka mundsi dikush e merr një pjesë, vetë shahadetin, e merr një hadith, një ajet dhe thotë në rregull është, edhe ti ja jep çet mundësia me deviju kuptimin e duhur të fesë. Ose për shembull vjen dikush thotë, hey, kamata është me marr haram, me dhon nuk është haram. Se ti pe me qef, me dëshirë, kurse me marr tipi bazullum atij që pja merr. E ti me shpjegu që në qëtë formë që njerëzit me kuptu ritualet e fesë, rregullat e fesë, me një farë formë ndryshe, edhe ka mundësi edhe me shtrembru. Ose për shembull trajton tema trona, trajton temat mesele trona, por njerëz që nuk e kuptojnë tamam si duhet, edhe ata e marrin anën e kundërt, e marrin gabim. E kuptojnë gabim edhe shkon mesela çështo. E treta do vllazni, devijimi duke u tallur me citatet po ashtu nga padia. Po ashtu mund marr devijimi nëse ti përmend meselet e njerëzit që ata nuk kanë mundësi me arrit me kuptu dhe pastaj fillojnë me bëj gare. Sikur që ka ndodhur për shembull, besoj që keni një dhe jo xhallar që ku ka filluar me kallëzu një hoxh për Sulejman alayhis salam që i ka humbur dikush për xhamatit, mos është Tarzani ky, ashtu diçka dhe ja ka nis me kesh krejt domon. Ose për shembull unë kam dëgjuar po ashtu për do vllaznipe që kur ka filluar një hoxh që shtu i kanë thirr në iftar dhe ku ka filluar me u kallëzu për mrekullitë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe që ka fluturuar në qiell, ka shkuar pastaj në Beitul Maqdis, pastaj në qiell dhe kështu. Ato s'kan ditë domethënë, si kanë ditë çështjet e fesë, kanë filluar me bëj gare, me kesh, me zveti, me thonën edhe me kallëzu me zveti aty në mezhles, me thonën ku ja nisë me kallëzu hosh, me ndum që i të vol për Supermenin. Edhe bon faktikisht kjo është kufër në realitet. Me bëj gare me çështjet e fesë është kufër, po ata nuk e dinë. Edhe ti ju ke kallëzu aty në mesele që ata kanë metën të hutum. Ju ka duk vetë sikur që janë film. Edhe kur kanë me që është të kamonë, hajbë edhe natë janë ishmi të kalzojmë diçka interesant, se shumë interesant kanë kalzojmë dhe gjithash, edhe natë kalzojmë diçka që se ka logjika. Edhe e katët edhe e fundit, këta e përmenim Ibn Kaimi rahimahullah, thot devijim duke e nënvlerësuar dijen. Subhanallah, Ibn Kaimi rahimahullah, kur përmend për xhelozin që do të me pas muslimani ndaj dijes, thot një pi formave xhelozi që do të me pas ndaj dijes është mos me shpërnda ku mon e ku s'mon.
po me ditë ku e shpërndon dijen. Për arsye se nëse ja jep dijen si cilët, çat dije që ti e ki, njerëzit e nënvlerësojnë shejtrinë e dijes. Dija është amanet i madh. Sidomos dija e fesë është vije kuqe, është çështje e madhe shumë. Për këtë arsye dietarët hiç nuk janë gajlu, as janë mërzit, as hiç kur ka ardhur dikush i ka vetë diçka që se ka di, ka thonë nuk e di. Edhe nuk u lodh bile hiç. E nëse na tregojmë çështje që njerëzit nuk kanë mundësi që janë ma tolë dijen, nuk kanë mundësi mi përthëku tamam që ç'dohet, ata pastaj mendojnë që ajse këto meselë dijes ku kanë thjeshta, ku kanë të lehta. Andaj më e rrona është kur bartësit e dijes e nënvlerësojnë dijen. Bartësit e dijes. Për këtë arsye, domethënë dietarët edhe hoxhallarët e tonë më hershëm, po atëherë ka qenë situata e njerëzve ka qenë më e përthokuar, më e lehtë. Edhe hoxhallarët e tonë nuk kanë buhajgare me dije. Kanë shku fëmija me mësu, kanë mësu, ose s'kanë mësu, kanë shku të shtëpia, s'ka opcion tjetër. Edhe njerëzit që ashtu, po atëherë ka qenë situata që është tash më e përthokuar, nuk kanë mujt njerëz me dalë dhe me ik. Mi po megjithatë ka qenë çështja e dijes e shejtë. Në kohën e sotit është nënvlerësuar dija shumë. Dije ka më shumë, po dija është nënvlerësuar. E kush e ka nënvlerësuar që ata çka e kanë shiju pak dijen, veç e kanë pa pak dijen. Çta e kanë nënvlerësuar më shumë. Ai ngjan sekuratina që s'del me notu, po veç hin deri në blegdet pak, deri te stomi aty te çoshi, çohet pak nuj edhe del e kapët, edhe ja merr që del me notu. Çto janë ata që kanë prish pozitën e dijes. E na ja kena animuar. Na ja kena animuar. Tu kallzu mesele me njerëz që ai kur nuk e ka idenë çka do të thonë as mesele, as çka do të thonë hadith, as çka do të thonë ajet, as çka do të thonë kurxhaj. Kur ti ke nis me ta, ke kallzu, ke trajtu mohabeti që ajo konën këtë larg aty në tema. Për këtë arsye prej fikut dietarëve, është që për shembull në hutbe, nuk kallzon hadithet me transmetim. Hadithet në hutbe nuk kallzon me transmetim. Ban me kallzu, po nuk është vakti, nuk është koha. Pse? Shumica e njerëzve janë xhamat i thjesht. Nuk i intereson atij në hadithi kush e transmeton. Ai i intereson më kon hadithi i sakt, edhe me ngu tamam që do të hadithin, me marr nëse mund me marr edhe u kry mohabeti. E ka imama që janë nisin hadithin, filan hadithin transmeton Imam Ahmedi me çit transmetim me një formë tjetër e transmeton. Ku ne i të kallzu? Njerëz që kanë me fal xhumon edhe me shku me një namaz xhumosa. Andaj dosh vllazni, një prej formave që njerëzit kanë mundësi me deviju është nëse e hupin shejtrinë e dijes, e nënvlerësojnë dijen e lëshojnë për tokë. Andaj ku me di çka me një pe ajete, pe haditheve, këtë për to janë normal, këtë njëjtë janë. Kur gjën nuk ka në far ndikimi për arsye se ka hup ndikimi i dijes ose i pozitës dijes në jetën e tij. Këto janë disa prej devijimeve që mund me ardh për shkak që nuk e zgjedhim vendin, nuk e zgjedhim njerëz dhe nuk e zgjedhim kohën për ta treguar atë që e dim nga dija e saktë se ne kemi mësuar. Allah e di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad.